Mjeku më i vjetër në botë, për të jetuar 60 vjeçar deri në 100 vjeç, ndiqni këto këshilla. Kur kapni të 60-tat, mund të keni më shumë kohë që të merreni me veten tuaj. Kështu që, ajo është e rëndësishme edhe fakti të kujdeseni më shumë për shëndetin në këtë moshë, edhe në aspekte të tjera. Dëgjoni me vëmendje disa nga këshillat që duhet t'i zbatoni për një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme, sipas ekspertëve të Healthy Line. Nuk është të vonë kurrë për të nisur jetën e shëndetshme. Nëse mendoni që vetëm se jeni 60 vjeç, trupi juaj nuk ka shpresë, përkundrazi, me kujdesin e duhur ju mund të eliminoni dëmin që mund të jetë shkaktuar organizmit tuaj. Një nga gabimet më të mëdha që pengojnë jetëgjatësinë është mendimi se jeni vonë, prandaj mos e bëni këtë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Filloni të ecni dhe të merreni me aktivitet fizik të rregullt të paktën minimalisht 2 orë në javë. Jepini kohën e duhur mendjes suaj. Stresi, siç e kemi thënë, është një nga vrasësit e eshtur, dëmet e të cilit nuk janë vetëm në pamjen e jashtme, por derisa të jetë tepër vonë edhe për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Kur kapni të 60-tat, jeta qetësohet dhe ritmet nuk janë më aq të ngarkuara. Këto janë kushtet perfekte për të marrë më shumë me shëndetin e mendjes. Nuk thonë kot, një mendje e shëndosh në një trup të shëndosh. Gjeni kohë më shumë për të kujdesur për trupin tuaj. Është çelësi drejt një jete të shëndetshme dhe një jetëgjatësie më të madhe. Mos e lini trupin tuaj që të dalë në pension vetëm se ju nuk po punoni më. Ushqehuni me produkte të shëndetshme dhe merruni gjithashtu me aktivitet fizik. Organizmi juaj do ja di për nder. Mos e lejoni që të jeni të plogësht, pasi kështu muskujt dhe kockat fillojnë të degradojnë pa e kuptuar, dhe kjo gjë do të ndikojë edhe në anën tuaj psikologjike. Mendoni pozitivisht edhe për procesin e plakjes. Studimet më të fundit sugjerojnë që, nëse keni një qasje pozitive ndaj plakjes, ju arrini të zgjasni jetën tuaj me minimumi 7.5 vite. Prandaj mos u shqetësoni nëse vitet shtohen, mendoni vetëm për gjërat që keni arritur mes tyre. Mos neglizhoni takimen me mjekun. Ajo çka është e rëndësishme në çdo moshë, por tani edhe më shumë, janë kontrollet e shpeshta tek mjeku. Duke qenë se trupi nuk funksionon si më parë dhe shqetësimet shëndetësore fillojnë të shfaqen, këshillohet që të kryeni vizita të shpeshta me mjekët përkatës në mënyrë që të keni gjithçka nën kontroll. Gjithmonë është më mirë të parandaloni se sa të kuroni. Edhe nëse ju duket sikur mjeku e ka egzageruar me analizat që ju kërkon të bëni, dëgjoni këshillat e tij. Nëse ju jeni korrekt ndaj analizave tuaja të përgjithshme, mjeku juaj do ta ketë më të lehtë për të dhënë diagnozën dhe recetën e saktë kundër çdo shqetësimi që mund të hasë trupi dhe shëndeti juaj në përgjithësi. Gjithashtu, dilni sa më shumë me miqtë të tuaj. Shoqëria është shumë e rëndësishme dhe konsiderohet edhe si një zgjidhje shumë e mirë për jetëgjatësinë. Kur vitet kalojnë, shumë persona fillojnë të mbyllen në vetmi. Diçka e tillë nuk është shumë e këshillueshme pasi mund të ndikojë në procesin tuaj shëndetësor. Prandaj, është shumë e rëndësishme që të mbani miqtë të tuaj si duhet, të dilni sa më shpesh shëtitje, të takoheni për kafe ose edhe për xhiro, madje edhe të nxirrni prit ose mbesat tuaj në park me miqtë të tuaj. Kushtojeni shumë vëmendje personave të cilat i keni pasur prezent në jetën tuaj gjithmonë. Tregohuni më të afrueshëm edhe me njerëzit e tjerë pasi është një mundësi shumë e mirë edhe për mirëqenien tuaj gjithashtu edhe për jetëgjatësinë. Shqiptarët ze në vendin e dytë në rajon për jetëgjatësinë pas elementëve ushqyes, tregues ka ardhur vazhdimisht në rritje. Përbashkimi i Bankës Botërore tregon se një mashkull shqiptar i sapo lindur ka përparësi të jetojë nga 74 vjeç nga 69 vjeç që ka qenë në vitin 91, ndërsa mesatarja e femrave parashikohet 80 vjeç nga 75 vjeç që ka qenë në vitin 91. Në vendin tonë në vitin 2009, popullsia e grupmoshave 60 vjeç e lartë përbënte 12% të popullatës,
përkundrejt 9% që ishin në vitin 2007 dhe 3% që ishin në vitin 1990. Moshimi është një fenomen global. Popullsia e moshuar në botë 60 vjeç e lartë është duke u rritur me shpejtësi. Në vitin 2050 rreth 80% e njerëzve të moshuar do të jetojnë në vende më pak të zhvilluara. Japonia ka jetëgjatësinë më të lartë në botë, 82.2 vjet. Në disa vende si Afrika kjo shifër është 40 vjet me ullët. Kërkime shkencore të kryera në universitetet më prestigjioze amerikane kanë gjetur disa nga komponentët që ndikojnë drejt për së drejti në plagje. Kështu, ne mund të ndryjmë në të paktën një prej komponentëve që rregullojnë plagjen, mënyrën se si ne jetojmë. Eliminimi i pirjes së duhanit, ushtrimi i rregullt, mbajtja e një diete mesdhetare, ruajtja e një peshe normale, reduktimi i proteinave të kafshëve, kryerja e aktivitetit fizik, janë zgjedhje të thjeshta që mund t'i kushtoni më shumë edhe për të patur një organizëm të shëndetshëm. Për më tepër, nëse i shtoni edhe aktivitetin e rregullt fizik dhe trajtimin e trurit dhe shoqërizimi, qendra juaj e rritjes dhe vigjilenca do të jenë më e shëndetshme dhe ju mund të jetoni edhe më gjatë, citoi studimi. E gjithë kjo është bazuar në receta të cilat garantojnë jo vetëm më shumë vite jetë, por edhe element të tjerë të rëndësishëm për jetëgjatësinë. Sepse sot nuk është e rëndësishme vetëm jetëgjatësia, por edhe jetëgjatësia e shëndetshme. Personat që konsumojnë më shumë proteinë nga bimët dhe më pak nga kafshët mund të jetojnë më gjatë, citoi studimi, edhe nëse pinë shumë alkool ose duhan, sugjerojnë studimet amerikane. Prejardhja e proteinës është aq e rëndësishme sa edhe sasia e ushqimeve që ju i konsumoni me shumicë. Thot autoria kryesore e studimit Dr. Ming-Aya Song, ulëntuese shkencore e Universitetit të Harvardit dhe Spitalit Përgjithshëm të Massachusettsit në Boston. Bimët janë burimet më të mira të proteinave dhe produkteve shtatëzore, thot ai. Nëse njerëzit duhet të zgjedhin mes produkteve shtatëzore, duhet të shmangin mishin e kuq dhe ta zvendësojnë atë me peshk ose mish, sidomos mishin e pulës. Song dhe kolegët e tij monitoruan më shumë se 13.000 infermierë dhe profesione të tjera lidhur me shëndetin për disa dekada. Gjysma e pjesëmarrësve merrnin të paktën 14% të kalorive nga proteina shtatëzore dhe 4% nga proteina bimore. Në fillim të studimit, pjesëmarrësit ishin të moshës mesatare rreth 49 vjeç, shumica ishin femra, ndërsa deri në fund të studimit rreth 36.000 njerëz ndërruan jetë, mbi 8.800 veta nga sëmundjet kardiovaskulare, rreth 13.000 nga problemet e rënda. Pasi u shqyrtuan edhe faktorët të tjerë dhe mënyrën e jetesës si duhani, alkooli, obeziteti dhe pasiviteti fizik, u arrit në përfundimin se me rritjen e 3% të kalorive nga proteina bimore, ulej me 10% rreziku humbjes së jetës gjatë periudhës së studimit. Rezultatet ishin krejt të kundërta te personat të cilët kishin konsumuar më shumë proteinë shtatëzore. Çdo 10% kalori nga proteina shtatëzore lidheshin me 2% më shumë rrezik të humbjes së jetës nga shkaktarët dhe 8% nga sëmundjet kardiovaskulare. Gjatë periudhës së studimit, sipas ekspertëve, kjo lidhje midis proteinës shtatëzore dhe humbjes së jetës, e cila bëhet më fort te personat të cilët janë obez, përdorues të duhanit, gjithashtu edhe të alkoolit. Sekreti i jetëgjatësisë qëndron gjithashtu edhe te jeta juaj sociale. Njerëzit e kanë kërkuar me shekuj, por shkencëtarët pretendojnë se e kanë gjetur tani. Sekreti i jetëgjatësisë sipas tyre është shumë i thjeshtë. Nëse jeni i shëndetshëm deri në 55 vjeç, do të rroni 90 e më shumë vjet. Ky është kufiri që bën dallimin. Për personat me probleme që në këtë moshë mundësia e mbrojtjes ulet ndjeshëm dhe ritmi i duhur mund të ruajë jetëgjatësinë e duhur. Gjithçka varet nga stili i jetesës, shpjegoi Elio Riboli, drejtori i Shkollës së Shëndetit Publik Imperial College në Londër, që do të thotë nga ajo çfarë ham, sa lëvizje bëjmë dhe sa peshojmë. Ka plot studime tashme që vënë në theksin te dieta e dur, një aktivitet i mirë fizik dhe ruajtja e masës së duhur trupore, të konsideruara të domosdoshme në parandalimin e problemeve të ndryshme të cilat ju shkurtojnë edhe jetën. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.